Kapitulli 6. Si iku që andej, Jezui shkoi në vendlindjen e tij dhe dishepujt i shkuan pas. Kur erdhi e shtuna, filloi të mësoi njerëzit në sinagogë dhe shumë nga ata që e dëgjonin mrekulloheshin e thoshin: Nga i vinë këto gjëra? Ç'është kjo dituri që i është dhënë dhe këto mrekulli që bëhen prej duarve të tij? A nuk është ky zdrugthari, i biri Maris, vëllai i Jakobit, i Jozes, i Judës dhe i Simonit? A nuk janë edhe motrat e tij këtu te ne? Dhe kjo i pengonte të besonin në të, por Jezui u tha: Asnjë profet nuk përçmohet askund, përveç se në vendlindjen e tij, te të afërmit e tij dhe në shtëpinë e tij. Dhe atje nuk mundi të bënte asnjë mrekulli, përveç se shëroi disa të sëmurë duke vënë duart mbi ta. Ai u çudit për shkak të mosbesimit të tyre. Kështu Jezui shkonte në përfshatra dhe mësonte njerëzit. Ai thiri pranë vetes të 12-tët dhe filloi t'i dërgoi 2 nga 2. U dha pushtet mbi shpirtrat e ndyrë dhe i porositi që të mos merrnin asgjë me vete për udhtim përveç një shkopi, të mos merrnin as bukë, as trast, as para në brez, por të vishnin sandalet dhe të mos mbanin 2 tunika. Pastaj u tha: Qëndroni në atë shtëpi në të cilën hyni, derisa të niseni prej aty. E nëse ka ndonjë vend ku nuk do t'ju pranojnë dhe nuk do t'ju dëgjojnë, kur të dilni që andej shkundni pluhurin nga këmbët tuaja, si dëshmi kundër tyre. Dishepujt u nisën dhe predikonin që njerëzit të pendoheshin, si dhe dëbonin shumë djaj, lyenin me vaj shumë të sëmurë dhe i shëronin. Mbreti Herod dëgjoi për Jezuin sepse emri i tij ishte bërë i njohur dhe disa thoshin: Gjon Pakzori është ngjallur prej të vdekurve, prandaj veprojnë këto fuqi në të. Disa të tjerë thoshin: Ky është Elia. Dhe të tjerë: Ky është profet, si profetët e tjerë. Kur i dëgjoi këto gjëra, Herodi tha: Ky është Gjoni, të cilit i kam prerë kokën dhe është ngjallur. Në të vërtetë, Herodi ishte ai që kishte dërguar njerëz që ta kapnin Gjonin, ta lidhnin e ta fusnin në burg për shkak të Herodiadës, gruas së Filipit, vëllait të tij, me të cilën ishte martuar. Gjoni i kishte thënë Herodit: Nuk të lejohet ta marrësh për gruan e vllait tënd. Herodiada e urrente për këtë dhe donte ta vriste, por nuk mundte, sepse Herodi e kishte frikë Gjonin, meqense e njihte si njeri të drejtë dhe të shenjtë, prandaj e mbronte. Ati nuk i vinte mirë nga ato që dëgjonte prej Gjonit, por e dëgjonte me ëndje. Një ditë erdhi rasti i duhur, kur Herodi, për ditëlindjen e vet, shtroi një darkë për të mëdhenjt, komandantët e kohortave dhe përparin e Galiles. Bia e Herodiadës kërceu një valle që i pëlqeu Herodit dhe të ftuarve. Atëherë mbreti i tha vajzës: Më kërko çfarë të duash dhe unë do të ta jap. Dhe ju betua: Çfarë do që të më kërkosh do të ta jap, deri edhe gjysmën e mbretërisë time. Ajo doli dhe i tha së ëmës: Çfarë të kërkoj? Ajo i tha: Kokën e Gjon Pakzorit. Në çast u kthye me nxitim te mbreti dhe i bëri këtë kërkesë: Dua të më japësh menjëherë kokën e Gjon Pakzorit në një pjatë. Mbreti u trishtua shumë, por nuk deshi ta shkelte premtimin për shkak të betimit dhe të ftuarve. Menjëherë mbreti dërgoi një roje dhe urdhëroi të sillte kokën e Gjonit. Roja shkoi dhe ja preu kokën në burg. Pastaj e solli kokën e tij në një pjatë, ja dha vajzës dhe vajza ja dha së ëmës. Dishepujt e Gjonit, sapo e morën lajmin, erdhën dhe morën kufomën e tij dhe e vunë në një varr. Apostujt u mlodhën pranë Jezuit dhe i treguan për gjithçka që kishin bërë dhe që u kishin mësuar njerëzve. Ai u tha: Ejani veçmas në një vend të vetmuar, që të pushoni pak. Në të vërtetë, aq shumë njerëz vinin e shkonin sa që nuk kishin kohë as të hanin. Kështu u nisën me varg drejt një vendi të shkretë për të ndenjur vetëm. Kur i panë se po largoheshin, shumë veta e kuptuan këtë dhe nga të gjithë qytetet vrapuan e arritën përpara tyre. Kur po zbristin nga barka, Jezui pa një turm të madhe e cila ju dhimbs, sepse ishin si dele pa bari. Atëherë ai filloi të mësojë shumë gjëra. Tashmë ishte bërë vonë, prandaj dishepujt ju afruan dhe i thanë: Vendi është i shkretë dhe është bërë vonë. Lëri të shkojnë nëpër fusha dhe fshatrat përreth që të blejnë diçka për të ngrënë. Ai u përgjigj: Jepuni ju të hanë. Ata i thanë: A të shkojmë të blejmë 200 denar bukë që t'u japim për të ngrënë? Jezui u tha: Sa bukë keni?
shkoni e shikoni. Ata e dinin, prandaj i thamë. 5 buke 2 peshq. Atëhera i u dha urdhër dishepujve të ulnin të gjithë në grupe mbi barin e gjelbër. Ata ulën në grupe nga 100 e nga 50. Pasi mori 5 bukët dhe 2 peshqit, Jezu i ngriti syt drejt qiellit, tha lutjen e bekimit, theu bukët dhe u dha dishepujve të vet që t'i shtronin. Dhe 2 peshqit u andau të gjithëve. Të gjithë hëngrën e u ngopën dhe mblodhën copat që tepruan, aq sa u mbushën 12 shporta, bashkë me ato që tepruan nga peshqit. Ata që hëngrën bukët ishin 5.000 burra. Menjëherë, Jezu i urdhëroi dishepujt të hipnin në varg dhe të shkonin përpara tij në bregun tjetër, nga ana e Betsaidës, derisa ai të shpërndante turmën. Kur u nda prej tyre, shkoi në mal për t'u lutur. Kur ra mbrëmja, varka ishte në mes të liqenit dhe ai gjendej i vetëm në breg. Jezu i pa se dishepujt ishin lodhur duke vozitur, sepse kishin erën kundër dhe në të gdhir erdhi drejt tyre duke ecur mbi liqen e donte t'i kalonte. Kur ata e pan duke ecur mbi liqen, menduan se ishte fantazëm dhe bërtitën, sepse të gjithë e kishin parë dhe ishin trembur. Por menjëherë ai u tha: Merrni zemër, jam unë, mos keni frikë. Pastaj hipi në varg tek ata dhe era pushoi. Ata u çuditën së tepërmi. Nuk kishin kuptuar asgjë për bukët, se zemra e tyre ishte ngurtësuar. Si kaluan në bregun tjetër, arritën në krahinën e Gjenesaretit dhe lidhën varkën. Sa po dolën nga varka, njerëzit e njohën menjëherë Jezuin dhe vrapuan në përgjith atë krahin e filluan të mbartnin të sëmurët në vigje dhe t'ia stillnin kudo që merrnin vesh se ishte. Kudo që hynte, në fshatra, në qytete, anë për ara, vendosnin të sëmurët në përsheshe dhe i luteshin t'i preknin së paku cepin e mantelit. Të gjithë ata që e preknin shëroheshin.